drejtuesve të lartë të policisë, edhe për shkak të, le të themi, të mbrojtjes të interesave të grupeve kriminale të cilët kryenin aktivitet kriminal brenda portit të Durrësit. Mos harrojmë që Durrësi është shumë specifik për sa i përket veprimtarive kriminale. Ka një port ku është hyrja dhe porta dalse për shumë objekte të trafikut, siç duke filluar nga njerëzit, te droga, te mallrat, edhe tek çdo gjë tjetër. Po çështja është që të gjitha verifikimet kanë ngelur aty, me sa di unë, këtu e 6 muaj. Këta njerëz të cilët drejtojnë sot policit në qytete kyçe, siç janë këto që përmendëm, problemi është që kanë dhe njerëz në strukturat të larta të policisë, siç janë shërbimi informativ. Rasti konkret për cilën unë po flas, motra e tij punon si shërbimit informativ. Motra e kujt ëndër? Motra e drejtorit të përgjithshëm të policisë së Durrësit. Pra, kemi një algoritëm që ne, sikur të duam të rim me ditë të tëra, nuk do arrim dot të zbërtem dhe të zbardhem.